Në një kohë kur transformimi digital përformëson komunikimin global, Tyrkia ndërmerr një hap vendimtar për të thelluar marrëdhëniet me një rajon me të cilin ndan lidhjet historike, kulturore dhe gjeografike me Ballkanin. Më 13 maj, këtu në Ankara përmbahet forumi mediatik Türkiye-Balkan, i organizuar nga Drejtoria e Komunikimeve e Türkiye's. Balkanlarda barış ve istikrarın hakim olması için yoğun bir çaba harcamaktayız. Ülkemiz Balkanlarda siyasi, ekonomik, güvenlik ve kültürel anlamda yoğun çalışmalar yürütmektedir. 2000'lerin başından bu yana Balkanlarla ilişkilerimiz istikrarı ve barışı merkezine alan proaktif, diplomatik ve kültürel araçlarla çok boyutlu şekilde güçlenerek devam ediyor. 2022 yılında yayın hayatına başlayan TRT Balkan, dijital bir haber platformu olarak önemli bir boşluğu doldurmuş, hakikat ve adalet perspektifinden yaptığı yayınlarla bölgeye, ülkemizdeki Balkan kökenli vatandaşlarımıza ve yine dünyadaki Balkan diasporasına güçlü bir alternatif medya kanalı sunmuştur. TRT Balkan, staj programlarıyla Balkan medyasına taze bir soluk getirmiştir. TRT Balkan yenilikçi haber anlayışıyla dijital gazeteciliğin hem teknik hem de editoryal becerilerini genç gazetecilere aktarmakta, geleceğin güçlü medya kadrolarını yetiştirmektedir. Qëllimi i forumit është të vendosë një bashkëpunim rajonal të qëndrueshëm përmes dialogut në fushën e medias, komunikimit dhe diplomacisë publike. Në më shumë se 100 vite ne kemi arritur ta ngrejmë këtë marrëdhënie në nivelin e partneritetit strategjik. Pra ne kemi arritur të institucionalizojmë format tona të bashkëpunimit përmes një këshilli të përbashkët të bashkëpunimit në të gjitha fusha, duke filluar që nga ekonomia, te siguria dhe mbrojtja, kultura, kujdesi shëndetësor, e deri te komunikimi dhe media. Të qenurit bashk, vendet e Ballkanit, Shqipëria me Turqinë në një partneritet të një modeli unik me një lidhje të natyrshme njerëzore me njëri tjetrin, nuk është një zgjedhje, është në fakt e vetmja rrugë. Me pjesëmarrjen e përfaqësuesve kryesor të medjave nga vendet ballkanike dhe Tyrkisë, akademikëve të shquar dhe gazetarëve ndërkombëtar, forumi trajton sfidat kryesore të epokës digjitale, nga dezinformimi te menaxhimi i perceptimit, duke eksploruar njëkohësisht mundësi të reja për bashkëpunim.